Grida Duma ka qenë dhe vijon të jetë një emër të jetë i komentuar jo vetëm në politik, por edhe në fushën e medias. Megjithatë, për të arritur deri këtu ku është sot, i është dashur të përshkruaj një rrugë të gjatë për të prekur suksesin. Mjafton të kujtojmë se sot ajo është një nga gazetarët më të paguara në televizionet shqiptare. Plot 15.000 euro është rroga e saj mujore. Megjithatë, pak veta e din se kur punonte në Ministrinë e Integrimit, Grida Duma merrte vetëm 80 euro në muaj. Rrogë minimale, sepse pjesën tjetër ja ka mbajtur për mbarimin me anë të një vendimi gjykate. Edhe pse Grida mbahet mend për karrierën e saj politike, fillimet ajo i ka patur si biznesmene. Ajo së bashku me një biznesmen nga Vlora themeluan një kompani ndërtimi në Tiranë. Pasi i morën një të moshuar një truall, bën kontratë ku do të ndërtohej pallati dhe i moshuari, duke qenë se i kishte lënë në dispozicion truallin, do të merrte 3 shtëpi banimi. Por Grida dhe partneri i saj në biznes i shitën 2 apartamentet e të moshuarit tek 2 shtetas të tjerë dhe të moshuarit që i kishte vënë në dispozicion tokën i dhanë vetëm një apartament. Pasi 85 vjeçari e ka çuar çështjen në gjyq, gjykata i gjeti fajtore Gridën dhe vendosi që rroga e saj t'i kalojë të moshuarit derisa të paguante vlerën e plot të 2 apartamenteve të shitura në mënyrë të padrejtë. Edhe pse pjesë e politikës për shumë vite Grida ka marrë minimumin e rrogës, sepse pjesa tjetër automatikisht transferohet te 85 vjeçari që fitoi gjyqin me Gridën.